Wingsat e mposhtën glabruesin me magji dhe zgjuarsi, duke shpëtuar Selkit në shtyllën e dritës. Në këshillin e sovranit për Dominon, sundimtarët e dimensionit magjik nuk mund të arrinin një marrëveshje, duke lënë Tritanin të jetë një kërcënim për të gjithë. Mezi pres të aktivizoj fronin e perandorit. Dhe do t'a bësh, sa po të marim gurët e tjerë. Dhe kur t'i marim, do të sundojmë. E di çfarë Ajsi. Ti tash më sundon. Oh, Tritan! Kjo po bëhet çesharake. Më trego kur të mbaroj. La 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 la. Tek shtylla e ekuilibrit. Dhe gjithashtu guri i dytë. Duhet të paralajmëroj Blumin. Duhet ta provoj. Blum! Blum! Jo, nuk duhet të shkoni. Prisni, shokët e mi sovran. Tritani ka marrë tash më gurin nga shtylla e dritës. A do ta lejojmë të sulmoj shtyllat e tjera të oqeanit të pafund? Dhe si e dim ne që ai do ta bëj këtë? Dhe ti na propozon të presim për të zbuluar? Ne duhet të mbrojmë shtyllat e ekuilibrit dhe kontrollit. Po. Unë duhet të mbrojmë mbretërinë time. Ne duhet ta ndalojmë atë. Nuk duhet ta lejojmë që kjo gjë të ndodhë. Baba, Heraklioni duhet të mbrojë shtyllat. Jo. Heraklioni duhet të vetë mbrohet. Dhe si princi kurorës, prisja që ta dije këtë djali im. Për mbrojtja më e mirë e planetit ton është i bashkohemi luftës me mbretëritë e tjera. Jo për ne. Heraklioni duhet gjithmonë të jetë i pari. Kjo është detyra jonë. Si mund ta thuash këtë? Princesh Blum, kjo është midis meje dhe djalit tim. Nuk e kërkova mendimin tënd. Por edhe një mbret mund të gabohet. Dhe Sky, besoj se edhe ti mendon që ai po gabon. Blum, nëse mund të na falësh. Por Sky! Mendoj se koha jote me princin e kurorës ka mbaruar, Blum. Hej! Ha? Ti po mërmërisje? Oh, më fal. Mendoj se u përfshiva pak nga muzika. Nuk ka ndonjë problem. Në fakt, është e mrekullueshme. Kjo ishte kënga e preferuar e nënës time. Ajo ma këndonte kur isha e vogël. Hej, çfarë është ai tingulli i mrekullueshëm në melodinë e kësaj këngë? Ky është tingulli i balenave që këndojnë të melodisë. Balenat që këndojnë e mbajnë të gjithë planetin e ekuilibër. Where
Kënga e balenave më kujton nënën time dhe sa të lumtur ishim në shtëpi në melodi. Të mungon vërtet apo jo? Gjithmonë, por sidomos sot, sepse... Zot, më vjen shumë keq, Mjuza. Më duhet të shkoj. Çfarë? Po, unë... do flasim më vonë, mirë? Riven! O, Zot! Çfarë ishte kjo? E çuditshme. Dhe më thuaj, ku shkoj ai? E di çfarë, ndonjëherë nuk e kuptoj fare atë. Mendoj se po shkoj mirë dhe më pas... Çfarë? Mjusa, si është puna? Ai poshtri. Oh. Jam e sigurt që ka një shpjegim për këtë. E po, do doja të dëgjoja. Oh, po kiku atë çfarë po bën aty? Mendoj se nuk jam e vetmja që jam e pafat në dashuri. Oh, Mjusa. Do të jem mirë, sepse sot është një ditë shumë e veçantë. E dini që është dita e balenave që këndojnë. Sot, balenat e melodisë që këndojnë zbulojnë veten. Përshëndetje, Mjusa. Përshëndetje, babi. Si je? Je në shfaqjen e muzikës? Sikur që po, dashur. Ti e di që unë nuk ka asnjë mundësi që të mungoj pa parë balenat që këndojnë dhe të dëgjoj këngët e tyre. Oh, mi trego. Janë shumë të bukura. Sky nuk donte as të më dëgjonte. Sky të do, Blum. Ai më tha të iki. E po, është e vrasht, por tani ti e di shumë mirë se ai ende të do shumë. Por ai nuk e tregoi këtë. Blum. Daphne? Tritani është rrugës për në shtyllën e ekuilibrit për të marrë gurin. Daphne! Duhet të nxitosh, Blum. Shtylla e ekuilibrit. Ndaloj atë. Tritani është në veprim. Shtylla e ekuilibrit. Le ti tundim gjërat nga themelet. Ndal! Jo! Ju nuk mund t'i afroni shtyllës së balancës. Kështu mendoni ju, karkaleca. Selki! Formacion beteje! Sa patetik. A nuk është i mrekullueshëm ai? Sigurisht, shumë.
shtyllës e ekuilibrit. Rock and roll! Një hap më afër sundimit përfundimtar të dimensionit magjik. Ti dhe Ne unë. sundojmë! Ti dhe unë. Ata s'qe din që ne jemi këtu. Plus as që u intereson. Dhe kur Tritani tjetë perandor dhe Ice tjetë perandoresha, çfarë do jemi ne? Asistentet e tyre personale. Unë nuk mendoj kështu. Le t'u tregojmë se kanë nevojë për ne. Ti bëjmë ndonjë të keqe vetes? Po? Duke filluar që tani. Por mos u shqetëso. Ata kurrë nuk do ta dinë që ne kemi ikur. Eja! Oh jo! Mos! Oh, Tritani ka marrë gurin! Oh jo! Balenat! Wow! Çfarë po ndodh, babi? Lusa! Balena që këndon është dukur! Por kjo nuk mund të ndodh. I ka marrë deti! Por melodia pa balenat? Babi? Lusa! Babi! Më duhet të shkoj në melodi. Më duhet të shkoj tani. E dim, dhe ne po vim me ty. Do të na duhen të tjerat për këtë. Melodi po shkatërrohet. S'do vend po shkatërrohet. Është shtylla e ekuilibrit. Më duhet të shkoj shpejt në shtëpi. Ne do të marrim Odises zbuluesin. Me ju shi jemi në jatë. Pastaj mund të shkojmë së bashku drejt melodisë. Duhet të bëjmë diçka. Bëni diçka. Duke se Blum kishte të drejtë. Tritani na ka goditur sërish. Baba, çfarë duhet të bëjmë? Dëgjoj Sky, ne duhet të kthehemi menjëherë në Heraklion. Mbretëria jonë është në rrezik. Shkoni në shtëpi, siguroni qytetarët tuaj. Qitoni! Është shumë e vështirë të manovrosh, edhe sa larg jemi. Po i afrohemi koordinatave të hartës. Jo dhe shumë larg. Nuk e kam parë kur kështu. Por pa balenat që këndojnë, ku mund të kenë shkuar? Mos u shqetëso, Miusa, do t'i gjejmë. Kjo është. Atëherë le të zbresim atje poshtë, para se të shembet i gjithë ky vend. Wings transformoni! Wings magjike! Saireni! Blum, zana e flakës së dragoj! Miusa, zana e muzikës. Tekna, zana e teknologjisë. Flora, zana e natyrës. Aisha, zana e valve. Stella, zana e diellit që shkëlqen.
tej. Wings, ato kanë ardhur. Bloom, Wings, Tritani ka gurin. Dhe ai po shkon në këtë drejtim. Me Ice-in. Le t'u bëjmë prit. Prit? E kapa. Ju përballuni me Ice-in? Në rregull. Ne do të merremi me Tritanin. Dhe ne do të marrim vulën. Prisni derisa të keni një pamje të qartë të tyre dhe veproni së bashku. Tani të gjithë, fshihuni. E jeni këtu të gjithë? Fitoni pas Tritani. Këtu. Ata po vijnë. Ne kemi kurin e dytë. Le t'i mbledhin që të tre. Ku janë Darcy dhe Stormi? Nuk e di. Ndoshta ato thjesht janë me vonesë. Ka diçka që nuk shkon. Nuk e imagjinon dot sa me zi po pres të kem pushtet mbi gjithë shka. E ku ka më mirë se kaq. Pa prita mendoj një herë. Asgjë. Gati? Gati. Le ta bëjmë këtë. Shkoni, merrni ato, Wings. Wings! Çfarë? Reze përpuese. Përhapje zjarri. Sulmi Najadit. Sulmi digital. Lule Lotus. Goditje e fuqishme. Icy! Largoni prej saj. Jam ambile. Goditje në pres. Thumbi Neptunit. Kujdes. Oh, jo. Stella. A je mirë? Do të bëhem më mirë. Mos e lejoni që Tritani të largohet, vajza. Mos u shqetëso, Stella. Po merremi ne me të. Bëj një sy gjumë të mirë. Oh, jo! Tritan! Icy, po vi! Jo aq shpejt, Romeo. Sepse ne kemi plane për ty. Ha! Goditja e dragoj! Gjuajtja Morphix! Guri! Kujdes!
Ti me të vërtet ke probleme të dy fishta, Tritan. Ha! Ju të dyja nuk më tremni. Ha! E kap. Jo! Dikush duke di nga dalë sot. Ma jep këtu! Jo! Aisha! Unë do të të mbrojtje. Ne jemi këtu, Lemi. Nuk do të të lejojmë të lëndosh Wingsat për bindësh dedi. Kaq është. Ma jep ato gur për bindësh. Çfarë është kjo? Balenat që këndojnë. O, motër, shoqëruesit e tuaj janë këtu. Triksat marrin kontrollin e balenave kënduese të melodis, ndërsa Mjusa përpiqet të zbus balenat me këngën e saj, Wingsat luftojnë për të shpëtuar shtyllën e ekuilibrit dhe për të rivendosur stabilitetin në dimensionin magjik. Dhe Diaspro do të bëjë gjithçka për të futur mes Bloomit dhe Sky.